të dorës së shtetit raport me shëndetësien, probleme në arsim, probleme në drejtësi, pabarazi e madhe. Pra një farë mënyre, falë Zotit, edhe qytetarëve të mirë t'i vend, edhe sektorit privat, për cilën jam afër dhe shoh, po funksionon diçka. Për ndryshe, sa i përket të institucioneve tona, prej komunës, e deri të qeveria, janë sinqerisht jashtë. Pa ja veç një shembull. Malisheva ka qenë e përmbytur para disa muajve, në janar, deri në shkurt. Llogarit sa damët i kanë mësuar qytetarët. Edhe ende ata qytetarët nuk e kanë marrë kompenzimin. Për shkak të lojave politike, me buxhetin, me këto që ka kriju këtë relacion qeveria me komunat. Nuk jam kundra asnjë veprimi dhe asnjë mase që merr qeveria në raport me qytetarët. Mirë, pra për mua shumë e pa drejt. Atje qytetarët kanë mësu për i përmbytjeve, vazhdojnë mos me pas mirëqenie, infrastrukturë, oriendi, për shkak të dëmit. Edhe këtë që kanë po dëmi është dykon 520.000 euro, edhe bizniset edhe dëmeve familjare. Mirë, për këtë qeveria arrin me ndo 500.000 euro për njerëz për qytetarët e këtij vendi që kanë shkuar në Dubai. Edhe i zuni procesi luftës. Tash nuk e di sinqerisht me këtë dëmshmërinë, metafore humoristike, ta qytetarë kanë qenë ato bibliotekat, ako kanë qenë, po mirë që kanë do qeveria me ndihmu, po do të me pas dorën edhe për ata qytetarë tjerë, për pa fajin e tyne, sot vazhdojnë me u përballë me peripeti dhe me probleme ndryshme të mirëqenies. Po kjo është e padrejtë. Kjo tregon sa sinqerisht ne edhe sa afër jemi me qytetarët, absolutisht. Si pushteti lokal, kudo, si pushteti qendror, është larg qytetarëve, e mashtron, qytetarët nuk i kërkojnë llogari, secila vlerë ka rënë këtë vend, pra në një vend ku nuk ke as opere, as festivale, e as ndonjë